Përshëndetje me të dashamirë, përshëndetje ndjekës të emisionit tonë në kanë me një Kosovën. Përsëri po shihemi dhe ashtu si ju premtuam që përpos temave të cilat i kemi trajtuar deri më tani, do kemi edhe tema tjera që do t'i trajtojmë. Sot do e kemi një temë të veçantë, një temë që unë mund të flas me kompetencë, që vjen në fushën e kulturës, artit dhe trashëgimisë. Do të flasim për çështje të rëndësishme, për çështje që do të tregojmë, do të rrëfejmë dhe do të japim informata sa më shumë për gjithë ata ndjekës, gjithë ata qytetarë të cilët shumë pak mund të kenë informata rreth temës së caktuar. Për të futur në temë dhe për të tregu, për të rrëfy, për të informu, për të kritiku dhe analizu, pe filloj me prezentimin tim, ku unë jam pjesë e atij institucioni. Pra, sot do flasim për ansamblin e këngëve vallave Shota, ku unë jam pjesëtar i trupës artistike të vallave, dhe veproj që nga viti 1999, që nga pas lufta. Domethënë, prej asaj periudhe unë jam artist profesional, interpretues i vallave, me përgjegjësinë aktuale solisti i parë i ansamblit të këngëve vallave Shota. Pse u prezantova? U prezantova për të futur në peshën dhe rëndësinë për çka do të flasim sot. Për të kuptuar nga thelbi që atë që të cilën do të transmetojmë për ju dhe do t'ju japim si informacione, të kuptohemi drejt, korrekt dhe sinqert. Pra sot do flasim për ansamblin e këngëve dhe vallave Shota. Do të flasim se çfarë institucioni është, i cili nivel është, përbërjen e tij, strukturën administrative, artistike, roli dhe pesha, detyra dhe përgjegjësive brenda këtij institucioni, rrjedha, hierarkia e këtij institucioni, pesha dhe ndërsia secilit profil dhe secilës detyrë brenda këtij institucioni, kriteret dhe regrutimet e të gjithë artistëve dhe proceset e tyre, e deri te më e thjeshta. Pse është e rëndësishme të diskutojmë këtë temë? Nga këndvështrimi im dhe përvoja jam shumë vjeçare në ansambl Shota, dhe nga terreni të cilët kemi hasur, kemi parë që shumë herë ka lajthitje dhe ka informata jo të qarta, të sakta, duke u nis nga vetë statuti i ansamblit për të cilin flasim. Në opinion, është një term i quajtur ansambli Shota, në momentin e parë që vetëm shohen me veshje kombëtare dhe shohen interpretues të vallave tona tradicionale, publiku thot ansambli Shota. Pa dashur të gjykojmë, domethënë informata mungon. E theksojmë dhe e tregojmë që ansambli këngëve dhe vallave Shota është ansambël institucional, institucione publike dhe ansambël shtetënor, i cili është themeluar që 7 dekada. Dhe në periudhën kohore të pas luftës, si ansambël shtetënor, është riformatizuar ose ristrukturu me ligjin e Kuvendit të Republikës së Kosovës që në vitin 2013. Ansambli i këngëve dhe vallave Shota është ansambël profesional, në strukturën e vetë, të përbërjen e vetë, e ka sektorin administrativ dhe sektorin artistik. Dhe gjithsej, mrena vetës e ka një numër të punëtorëve rreth 60 artist, ose punëtor. Të gjithë përbamja e strukturës së punëtorëve, kryesisht ose pjesa më e madhe është e trupës artistike. Dhe të dy sektorët, ai sektorit administrativ dhe sektorit artistik, udhëheqet nga udhëhecësit përkatës. Pra, nga drejtori ekzekutiv i cili e udhëheq ansambli Shota, dhe kryesisht është përgjegjës i administratës dhe menaxhimit të institucionit, si dhe udhëheci artistik, i cili pashtu ka peshën dhe rëndësinë e vet për gjithë problematikat dhe përgjithësi detyrat e trupës artistike, qoftë në aspektin e programit artistik,
politikave të punës artistike, e deri të përgjegjësitë dhe detyrat e çdo pjesëtari të trupës artistike. Ansambli Shota, si institucion shtetëror i cili është, e ka planin e punës dhe strategjitë e veta një vjeçare, strategjive të mesme dhe afatgjata, të cilat jo gjithherë janë të menaxhueshme ose të organizume korrekt dhe në kohë, për të cilat mund të flasim dhe mund të shpjegojmë të cilat janë sukseset, të cilat janë pengesat dhe vështirësitë e realizimit të tyre. Ashtu si e cekëm, ansambli Shota domethënë në planet e punës dhe veprimet e veta, veprimtarinë e vet, ka planet afat shkurta, planet afat mesme dhe planet afat gjata, të cilat rrehin të gjitha problematikat dhe rrehin të gjitha rrugtimet se ku duhet të shkojë ansambli Shota dhe si do të realizohet, zhvillohet. Në përbërjen e vet ansambli Shota, e cekëm që përbëhet për dy sektore, sektorit administrativ dhe atij artistik. Në fokus do e kemi sektorin artistik, i cili në përbërjen e vet e ka trupin e vallave, trupin e orkestrës dhe trupin e vokalit. Secili seksion ose secila përbërje e këtyre trupave e ka peshën dhe rëndësinë e vet, por mund të themi me përgjegjësinë e plotë që ansambli i këngëve dhe vallave Shota, në opinionin e vet dhe në gjithë historinë e vet të njohur, adresohet dhe në fokus e ka interpretimin e vallave dhe traditave tona. Dhe gjithë pjesa tjetër, të përfshi këngën dhe muzikën e orkestrën, janë pjesë përbërëse të punës të ansamblit të këngëve dhe vallave Shota. Trupa artistike e ansamblit të këngëve dhe vallave Shota starton që nga udhëheci artistik, i cili përzgjedhet me mandat publik 4 vjeçar, sipas ligjeve në fuqi. Dhe gjithë pjesa tjetër janë trup rezidente, tu përfshi nga përgjithësit dhe me përgjegjësi të veçanta që kanë brenda institucionit dhe pastaj pjesë tjera që janë valltarët, instrumentistët dhe këngëtarët. Pra, ansambli Shota brenda strukturës së vet i ka edhe këshillet kolegjiale, profesionale, se është këshilli artistik, i cili përbahet dhe udhëheqet nga udhëheci artistik, si më i lartë përgjegjës i trupës artistike, pastaj janë përgjegjësit profesional brenda strukturës dhe hierarkisë që është koreografi, është korepetitori apo përgjegjësi i trupës së vallave, dhe përgjegjësit nga sektorët e vallëzimit, sektorët të vallave dhe orkestrës. Si rrjedhje dhe zhvillim i procesit të punës, në trupën artistike të ansamblit të këngëve dhe vallave Shota, janë edhe përgjegjësi të ndryshme të cilat kanë dalë si rezultat i nevojave dhe praktikës me të cilën ne mirremi çdo ditë dhe me vite tona që nga themelimi i ansamblit Shota. Pra, janë solistët e ansamblit Shota, të cilët kategorizohen në solistë të parë, solistë të dytë, sikur në paralele mund të themi sikur aktorët e parë, aktorët e dytë, balerinët e parë, balerinët e dytë, dhe të gjithë secili nga këta kanë përgjegjësinë e vet specifike, varësisht nga roli dhe përgjegjësitë që i besohen gjatë procesit, për të cilat do flasim në vazhdim. Pastaj janë asistentët e korepetitorit. Janë përgjegjësi shtesë të cila ngarkohet nga radha e trupës së vallave, ku janë përgjegjës me përvojë, njës të punës dhe repertor koreografik, dhe konsiderohet që janë të veçantë për asistimin e punës që i nevojitet korepetitorit apo udhëheqësit të vallave gjatë gjithë procesit të punës. Pra, ata asistojnë punën e korepetitorit apo koreografit në proceset e punës kur kemi të zhvillojmë ose punë efektive të krijimtarive të reja. Trupa rezidente e vallave, domethënë pastaj vjen trup kolektive, e cila brenda saj ka strukturën dhe përbamjen e çifteve të caktuara. Njëjtë sikur që fola për pjesën e vallave,
është edhe te pjesa e instrumenteve, orkestrës dhe te pjesa e vokalit. Në secilin seksion ka role të para dhe role të dyta, varësisht prej përgjegjësive që i cakton dhe ngarkohen artistët, instrumentistët nga komisioni vlerësues që është Këshilli Artistik mbrana ansamblit Shota. Për punën dhe suksesit të ansamblit Shota, gjithçka varet e suria e punës mbrana këtij institucioni dhe përgjegjësitë të cilat janë të ndame dhe realizimi praktik i përditshëm ku ansambli Shota vepron është institucion publik dhe vepron në punën e përditshme dhe 5 ditë të javës me orar të rregullt, 4 orë punë efektive në orët e paraditës dhe pjesa tjetër 4 orë punë personale në ambiente personale për të marrë fizikun e vet, për të marrë memorien e vet dhe për të qenë i përgatitur sipas kritereve të vet disiplinës së një artisti. Pra, puna kolektive e përditshme në orët e paraditës dhe puna individuale e secilit artist, secilit punëtor në mënyrat se ai si zgjedh, se ai si përcakton për t'ju përgjigj nevojave që kërkohet. Udhëheci artistik është përgjegjësi kryesor i krejt planifikimit të punës artistike, qoftë planet e punës një vjeçar, i cili jep propozimet e veta pranë Këshillit Artistik dhe në bashkëpunim me anëtarët e Këshillit Artistik dhe në miratimin e planit të punës, ata kanë përgjegjësi të prezantojnë planin përmes drejtorit te organet më të larta, miratimin e planit artistik dhe pastaj, pas miratimit dhe aprovimit të këtij plani, të realizohet në përpikëri plani vjetor i punës ashtu si është i menduar, i cili jo gjithherë nuk është lëviz, për arsye se lëviz varësisht prej nevojave dhe kërkesave ad hoc që mund të kenë nga nivelet e institucioneve qeveritare dhe varësve tanë, por edhe kërkesave të cilat mund të dalen po ashtu të paplanifikume, po me peshë të rëndësishme, të ftesave të ndryshme të festivaleve apo programeve koncertale për diasporën dhe të tjera. Pra, jashta planit të përcaktuar vjetor, i cili realizohet në përpikëri, ka dhe punë të paplanifikume dhe të cilat kërkohet të dalemi dhe të përgjigjemi me punën tonë dhe programin tonë. Për gjithë procesin e punës të artistike, është përgjegjës udhëheci artistik dhe Këshilli Artistik, i cili për çdo plan pune, qoftë vjetor, qoftë një shfaqje koncertale, qoftë një analize vlerësimi të punës profesionale, qoftë analizime të trupës artistike për gatishmërinë, për përgjegjësinë, për nivelin artistik, deri te realizimi efektiv dhe jo efektiv i punës, është barë dhe përgjegjësia e tyre, të cilët në kontinuitet gjatë gjithë procesit të punës një vjeçar do të përcjellin, do të analizojnë dhe do të vlerësojnë punën e secilit qoftë individualisht dhe qoftë kolektivisht. Pse duhet bëhet kjo? Duhet bëhet për arsye se për të marrë nivelin profesional dhe përgjegjësinë për të cilën kemi. Dhe vetëm përmes kritikave, analizave dhe bashkë rendimit të mendimeve, nxjerrjeve të rendimeve në shumicë të njerëzve përgjegjës mbrana Këshillit Artistik, mendojmë që janë të efektive, janë të lishme dhe janë produktive. Dhe asnjëherë nuk do jenë të suksesshme dhe nuk do jenë produktive vendimet një individuale dhe në konsultime të tjera. Përgjegjësitë tjera të cilat janë krahas ose nën ombrellën e udhëheqësit artistik janë edhe përgjegjësia e korrepetitorit ose përgjegjësit e trupët të vallëve,
trupës së vallave, i cili ka një peshë jashtëzakonisht të madhe dhe të rëndësishme. Pastaj është udhëheci dhe përgjithësi i trupës së orkestrës, i cili vjen nga radha e orkestrës. Pastaj vijnë përgjithësit e sektorit vokal, të cilët e udhëheqin trupën e korit ose e këngëtarëve në gjatë procesit të punës. Pas tyre vijnë asistentët e korrepetitorit, si dhe përgjithësia e solistëve të parë të trupës së vallave, solistëve të dytë dhe përgjithësitë të tjera. Qysh është angazhimi i koreografit? Në strukturën e vetë ligjore dhe rregullorën e mbrëmshme të ansamblit Shota, ekziston edhe përgjithësia dhe rëndësia e koreografit. Mirë po, në praktikat të cilat janë të dëshmuara me vite, është po e nevojshme që brenda institucionit profesional të ansamblit të këngëve dhe vallave Shota, kjo detyrë ose kjo përgjegjësi e koreografit duhet të jetë e hapur me mundësi të gjithëpërfshirjes. Pra, kur themi e hapur dhe përfshirje dhe gjithëpërfshirje, është ideja që mos të jetë një koreograf i brendshëm i ansamblit Shota dhe gjithë puna dhe fokusi i repertoarit koreografik të mbetet me një stil, me një formë, me një metodologji të punës për gjithë repertoarin dhe punën e sektorit artistik. Pra, të jetë një mundësi që në nevojat e planifikume të krijimtarive të reja apo shfaqjeve koncertale të angazhohen koreograf në varësisht prej nevojave që i paraqet Këshilli Artistik, në varësisht prej kërkesave dhe planit të punës që i parasheh udhëheci artistik, Këshilli Artistik me gjithë strukturat përgjithëse të ansamblit për vitin konkret, apo për vitet, strategjit afatmesme apo afatgjata. Përgjithësia e veçantë, siç e cekëm, është përgjithësia e korrepetitorit apo përgjithësit të vallave. Termi korrepetitor shumë herë bjen në lajtitje në nivelin institucional, për arsye se termi korrepetitor është term i cili rrjedh nga gjuha frenge dhe dihet botërisht cila është përgjithësia edhe rëndësia e një korrepetitori. Ku në ansambli Shota ka një përgjithësi ndryshe, në institucione filharmonisë ka një përgjithësi ndryshe, kurse në trupën e baletit ka një përgjithësi ndryshe, pavarësisht se emërtimi është i njëjtë. Pra, ne do flasim për peshën dhe rëndësinë e korrepetitorit si përgjithësi i trupës së vallave. Korrepetitori, ose përgjithësi i vallave, është një përgjithësi ose është përgjithësi e ngarkuar nga një person adekuat, i cili duhet të ketë njohje të jashtëzakonshme të gjithë repertoarit të brendshëm të ansamblit Shota, i cili duhet të ketë një përvojë pune në kontinuitet me gjithë procesin e punës që ka rrjedhur me vitet tona, gjatë gjithë krijimtarive të reja, ku është bërë nga koreografë të ndryshëm dhe mund të themi që nga afër është ekzekutuar, është pranuar nga vetë autorët e vallave. Pra, duhet të ketë një përvojë profesionale të brendshme të ansamblit Shota dhe kryesisht dhe specifikisht duhet të jetë nga radha e trupës së vallave. Korrepetitori ka një përgjithësi i cili gjithë punën e repertoarit koreografik duhet ta ketë në kujdes, ta mirëmbaj, ta përpunoj, ta risjell në skenë sipas planit të punës që Këshilli Artistik në udhëheqjen e udhëhecit artistik e parashef për punën e vitit pasues apo në planet e punës ad hoc apo të një koncerti të caktuar.
Pra, duhet të ketë një përgjegjësi të madhe, i cili në bashkëpunim me asistentët e vet punon me trupin e ansamblit të vallëve. Dhe jo vetëm, po përgjegjësia e tij është të bashkëpunojë ngushtë edhe me orkestrën, edhe me vokalin, varësisht nga repertuari koreografik. Përgjegjësia e korrepetitorit është, siç e cekëm, me rëndësi të madhe, i cili nga momenti ose gjatë krejt procesit kur një koreograf bën vepra të reja koreografike, qoftë në aspektin e një vepre koreografike, qoftë në një koncert koreografik, do të jetë pjesë e punës, i cili do të monitoroj nga afër gjithë procesin e punës, nga ai teknik, nga aspekti i motiveve, nga aspekti i dhënies së emocioneve, dhe të ketë, domethënë, informatën sa më të pasur në memorien e vet dhe të dokumentoj, të arkivoj përmes zgjerimeve të procesit të punës, të gjithë materialit që bëhet në mes të koreografit dhe trupës së vallëve. Me çfarë arsye dhe pse është shumë e evidentuese, për arsye se duhet nga procesi fillestar e deri te procesi final i realizimit të një veprës koreografike apo një premiere, ka zhvillim, ka lëvizje, hap pas hapi, ka ngritje të cilësisë së interpretimit, ka ndarje të përgjegjësive dhe roleve të interpretuesve, të pjesëve solistike apo pjesëve masive, tuti. Andaj, gjithë procesi i punës, nga fillimi e deri te momenti i dhënies së tregimit final, i cili është baza finale, e ka obligim ta regjistroj, të arkivoj dhe të ketë dhe shqyrtarët e veta në arkivin e vet. Për arsye për të bërë krahasimet e gjithë zhvillimit të një pune profesionale. Gjatë gjithë punës të realizuar nga koreografi dhe trupa e vallëve, korrepetitori, domethënë, e merr përgjegjësinë e vet nga momenti kur vepra koreografike bën tregimin e vet përballë këshillit artistik dhe jepet verdikti i pranimit të kësaj vepre në repertoarin artistik dhe koreografik të ansamblit Shota. Pra, që nga ky moment, kjo vepër kalon në kompetencën e përgjegjësit të trupës së vallëve, korrepetitorit dhe ngarkohet me përgjegjësinë e drejtë për drejtë. Korrepetitori, gjatë këtë procesit të vet, të punëve të veta, e ka të drejtën profesionale që për shkak të nevojave të shfaqjeve të caktuara, të festivaleve pjesëmarrëse, qoftë garuese, qoftë vetëm prezantuese, të secilit moment që i kërkohet për të vu repertoarin koreografik në skenë, e ka të drejtën e vet të ndërhyj deri në 20% të koreografisë. Pra, të përshtat ashtu sipas nevojave dhe kërkesave të minutazhave të caktuara, roleve të caktuara dhe karakterit të pjesëmarrjeve të trupës artistike. Por në asnjë formë nuk i lejohet të ndryshoj strukturën e përgjithshme të koreografisë apo veprës të cilën e ka kriju autori konkret, koreografi, siç emërtohet profesionalisht. Korrepetitori e ka të drejtën e tij që gjatë procesit të punës të vlerësoj dhe përcaktoj personelin ndihmës, që janë asistentët, sipas nevojave dhe kërkesave të punës, sipas specifikave dhe karaktereve të repertoarit koreografik. Pra, duhet të ketë të drejtën dhe duhet të respektohet e drejta e tij që varësisht prej nevojave të angazhoj edhe asistentët e vet që ai mendon që janë adekuat për interpretimin dhe kryerjen e asistimit të punëve që janë në nevojë. Pra, asistentët janë të dalur nga radha e trupës së vallëve,
të cilët kanë një përvojë skenike, të cilët janë të dëshmuar për interpretimin dhe bartjen e mesazheve që korrepetitori përcakton tek trupa apo të rinjët varësisht prej procesit të punës. Pra, asistentët do të jenë për 2 gjinit dhe mund të jenë 2 apo ma shumë varësisht nga nevoja dhe procesi i punës. Nëse flasim për përgjegjësinë e asistentëve, ashtu siç e cekëm, asistentët i kanë punët e veta apo përgjegjësitë e tyre, janë detyra të cilat i përcakton korrepetitori. Janë detyra të planit afatgjatë, ku dihet për punën e përditshme praktike në sallë, për përgatitjen trupore, fizike, teknike, me trupin dhe në përgjithësi, si dhe asistimi gjatë procesit të punës që bëhet në sallën e punës. Pra, të valleve, të motiveve, e deri të programi përgjithshëm i një koncerti apo eventi të caktuar. Kur flasim për përgjithësi tjera, nëse dalim te orkestri. Në orkestrën ansambli Shota, plan ose politik është që të përfshihen gjitha llojet e instrumenteve popullore, tradicionale, ku shumica prej tyne janë në përbëmjen e aktuale të ansamblit Shota, mirë po ka vend për plotësu ende kryesisht me instrumente burimore tradicionale. Në kuadër të trupës së orkestrës, përcaktohet shefi përgjegjësi i trupës së orkestrës, i cili po ashtu buron nga vet orkestri, i cili përzgjedhet me një vendim nga këshilli artistik, udhëheci artistik, i cili mendohet që i plotëson kushtet dhe kriteret për të qenë pres apo udhëhec i kësaj trupe, i cili punën e vet e bën të përditshme me orkestrën e ansamblit Shota në bashkëpunim të ngushtë me udhëhecin artistik, për mirëmbajtjen, kondicionin si dhe realizimin e planit artistik të muzikave, qoftë në aspektin koreografik, qoftë në aspektin vokal që ansambli Shota parasheh. Në trupën e valleve kemi përgjegjësi individuale dhe kolektive. Përgjegjësitë individuale janë ato përgjegjësi të cilat emërtohen pjesë solistike, dhe nga këto përgjegjësi solistike ka ardhur deri te edhe emërtimi i pozicioneve ose detyrave shtesë, solistët e ansamblit Shota, pastaj solistët e parë, solistët e dytë, varësisht nga përgjegjësitë dhe detyrat që kanë. Kur flasim për solistët e ansamblit Shota, janë artistë të cilët në vazhdimsinë e punës, në proceset e punës së krijimtarive të reja, me koreograf të ndryshëm dhe proceseve të rregullta të punës, është evidentuar dhe është dëshmuar që duhet të pranojë dhe ju kanë ngarku përgjegjësi të veçanta në raport me trupën masive. Pra, ju kanë besuar role të veçanta, pjesë solistike, në më shumë se 3 e 4 role artistike, solistike, dhe kjo është bërë në mënyrë të një kontinuitet. Pra, nëse referohemi përgjegjësisë të cilën unë tani e kam, si solist i parë, që nga pranimi im në ansambin Shota në vitin 99, e deri më sot që po bashkëbisedojmë, kemi pas punë të përbashkëta me shumë koreografë të ndryshëm, qoftë të Kosovës dhe qoftë jashtë Kosovës, pra nga Shqipëria. Dhe gjatë gjithë procesit të punës, kur koreografët e sjellin planin e punës, e sjellin konceptin koreografik, strukturën e saj, elementet, motivet, gjatë procesit të punës, e evidentojnë se cili person mund ta ekzekutoj detyrën ose përgjegjësinë solistike më mirë ose më veçantë
se sa të tjera. Dhe me automatizëm, përgjegjësia që i besohet është një përgjegjësi apo gradë shtesë mbi artistin e caktuar. Në këtë rast, me përgjegjësi të plotë them, në këtë formë edhe mua më kanë ngarkuar me këto përgjegjësi. Dhe kjo në vazhdimsi, në periudhë kohore profesionale, së paku 20 vjeçare, nëse qëndron e tillë, nëse e je nivelit të profesional të tillë, atëherë institucioni e vlerëson që epiteti i solistit të parë duhet ta gëzoj, me një fjalë duhet ta gëzoj artisti i cili plotson kriteret për këto përgjegjësi. Solistët e dytë janë po ashtu pjesë e shkëputur nga trupa masive, të cilët janë po ashtu me pjesë solistike të veçanta, dhe në momentet e caktuara janë si mundësi e zëvendësimit të përgjegjësive të solistëve të parë. Pra, në mungesë dhe në pamundësi me të qenë solistë të parë në ekzekutimin e detyrës për rrethana të ndryshme, atëherë mund ta interpretoj solisti i dytë përgjegjësinë të cilën e ka solisti i parë. Por, diferenca në mes solistëve të parë dhe solistëve të dytë e bën te roli dhe përgjegjësia profesionale, qoftë në interpretim, qoftë në peshën e roleve të ngarkuara dhe qoftë në dominimin profesional që interpretuesi e posedon në skenë. Dhe kjo jo momentale, po në kontinuitet, në vazhdimsi. Rëndësia e gjithë trupës artistike të vallave është e veçantë dhe rëndësishme për secilin individualisht. Dhe në një formë, secili interpretues, pavarësisht pikave dhe pozicioneve që ka, qoftë në fillim, qoftë në mes, qoftë në fund të trupës, mund të themi që është përgjegjësi individuale dhe solistike, por i obliguar që të lëviz në formë ose të veprojë në formë të koordinuar me masën. Për atë arsye quhet edhe trupa e përgjithshme ose trup masive, për arsye se luajnë rolet e njëjta në pika dhe formacione të ndryshme, për dallim nga pjesë solistike që mund t'i ketë një solist i ansamblit Shota. Cila është rëndësia e interpretuesve të vallëzimit? Çfarë peshe ka interpretuesi i vallëzimit? Dhe a mund të themi se interpretuesit e vallëzimit, kërcimtarët, qoftë ata të trupës masive, qoftë artistët me përgjegjësi solistike, mund të jenë edhe bashkëautor të një vepre artistike? Po, mund ta themi. Pse mund ta themi? Çdo koreograf i cili ka sjell veprat e veta në ansamblin e këngëve të vallave Shota, që nga prezantimi i idesë dhe planet e punës, gjatë gjithë procesit të punës, e deri në finalizim, është i obliguar, është i detyruar dhe imponohet nga përgatitja profesionale e trupës artistike të vallave, nga përgatitja profesionale dhe interpretative e solistëve të vallave, ku shumë herë gjatë procesit të punës, mendimi fillestar i një autori të veprës ndryshon sipërbazë që ka ndikim valltare, interpretuesi, qoftë në aspektin e roleve solistike, qoftë asaj të përgjithshmes, kolektives. Pra, ndryshon gjatë procesit të punës, nga ajo e mendumja, nëse mund të themi figurativisht, nga fotografia e mendume fillestare, bazë e procesit që autori ka mendu, dhe nga tereni i cili shfaqet gjatë procesit të punës. Nga përvojat që kemi, i referohem punës praktike që kam ba unë me shumë koreograf të ndryshëm dhe kolegë të mi, kur hedhen elementet, kur hedhet mesazhi i një vepre koreografike, artisti fillon ta përpunoj elementin, filloj ta fus mrena gjendjes së vet emocionale,
edhe deri te forma e interpretimit skenik. Ku këtu janë shumë faktorë të cilët ndikojnë që pastaj autori të ndikohet nga puna e një valltari. Ne e dim shumë qartë, dhe për ju qytetarë të nderuam dhe adhurues të artit ton, ne e dim shumë qartë që roli i një valltari, një interpretuesi valltar, sikur që edhe aktore, sikur që edhe balerini në institucione tjera, është ura lidhëse dhe çelësi kryesor i suksesit të një pune, të një vepre koreografike, të një koreografi, apo në tanësi të ansamblit të këngëvallëve shota. Pse e themi këtë? E themi për arsye se koreografi, çdo gjë që e ka të menduar, çdo gjë që e ka të shkruar, si në aspektin e strukturës koreografike, motiveve, mesazheve, e deri te përpunimi i këngës së muzikës, domethënë nuk do ketë sukses nëse ura lidhëse që janë valltarët nuk arrin të absorbojnë, të mishrohen me mesazhin dhe me emocionet e kërkume, dhe ato të bartën deri te spektatori. Pra, interpretuesi e ka për obligim të mësoj motivet e elementeve, karakteret, dinamikën dhe të gjithë karakteret e nevojshme të interpretimit të një valle, gjatë procesit të punës ti ngrihet ato të zhvilloj, ti transformoj në gjithë qenien e vet, qoftë emocionalisht, qoftë në karakter të kërkuar, ku dihet që kemi karaktere lirike, epike, festive dhe të ndryshme, qoftë në koordinimin e gjithë trupës dhe dhënien e energjisë, dhe dhënien e mesazhit deri në pikën që spektatori ta pranoj dhe ta kuptoj në nivelin e duhur. Pra, ky është suksesi dhe kjo është arritshmëria që mund të themi se valltari është çelësi i suksesit të një vepre koreografike, të një koncerti artistik, sikur që është edhe këngëtari për fushën e vet, sikur që është edhe aktori për fushën e vet. Por, nëse një interpretues valltar nuk arrin ta ketë të qartë mesazhin e autorit dhe nuk mund të absorbojë, nuk mund të realizojë, nuk mund të transformohet në kërkesat e mesazheve që ka ajo vepër, atëherë në audiencë do të del vepra jo suksesshme dhe nuk do të realizohet qëllimi dhe misioni i autorit. Për këtë arsye themi me përgjegjësi të plotë që valltarët janë ura lidhëse e suksesit, marrja e mesazhit nga autori dhe bartja e këtij mesazhi deri te spektatori, dhe janë bashk autor për arsye se ndikojnë me punën e tyre, me gjithë qenien e tyre emocionale, psikologjinë e vet, edhe tek koreografi dhe në shumë raste dhe në shumë momente, materiali i cili hedhet dhe kërkesa që hedhet nga koreografi për një interpretim të një motivi, një valle, ndryshon si rezultat që shef autori tek kërcimtari. Për arsye se kërkesa e cila vjen në adresë të valltarit, në këtë rast koreografi, çdo herë kur më ka dhënë detyra për të interpretuar një motiv, një element, e ka dhënë edhe atë lirinë e shprehjes personale, ashtu si ndjen, ashtu si e percepton artisti, për të transformuar në karakter, për të dhënë fuqinë e shprehjes të emocionit shpirtëror, emocional, edhe deri te interpretimi artistik fizik. Domethënë shtrira e lëvizjeve, fuqia e lëvizjeve, e deri te të gjitha nevojat për të plotësuar rolin dhe peshën e atij interpretimi. Për këtë arsye, e themi me përgjegjësi të plotë që çdo trup artistike profesionale e vallëzimit është bashkautor i veprës të një koreografi që vjen në ansambl shota.
Për këtë arsye, si rrjedhë e kësaj pune të përbashkët në mes të vallëtarëve dhe koreografëve, vjen edhe deri te nevoja dhe besueshmëria e përgjegjësive shtesë dhe përgjegjësive udhëhece, që është përgjegjësia e korrepetitorit. Për arsye se një artist vallëtar në një përvojë, mund të themi 20 vjeçare, me koreograf të ndryshëm, me vepra të ndryshme, për ekzekutues i elementeve bazë, transformimi i tyre, zhvillimi i tyre dhe finalizimi i tyre në vite dhe përvojë të shumt, e ban që secili artist vallëtar të ketë mundësinë për të qenë edhe në përgjithësinë e udhëhecësit të trupës së vallave apo korrepetitorit. Por, jo vetëm kaq. Kur flasim për përgjegjësinë e korrepetitorit dhe përgjegjësisë të vallave, pastaj janë edhe shumë faktorë tjerë të cilët mirën parasysh, ku institucioni përgjithës, organet kompetente, të përfshi brenda ansamblit Shota dhe përtej ansamblit Shota, që jemi varës të Ministrisë së Kulturës, Rinjtësisë dhe Sportit, janë këshillet kolegjiale artistike dhe ato drejtuese, të cilët vlerësojnë që përpas përvojës që duhet të ketë një përgjegjës i trupës së vallave në aspektin artistik, duhet të jetë edhe dëshmuar në bartjen e përgjegjësive për të udhëhequr një trup masive, për të udhëhequr dhe për të prezantuar dhe për të përfaqësuar problematikat e natyrshmërisë së punës që ka një trup profesional i vallave, të cilat janë të shumta, qoftë në aspektin e punës, në procesin e punës, në nevojat e punës, kërkesave në terren, kërkesave në ambientet e punës, e deri te dokumentimi, regjistrimi, mirëmbajtja e arkivave të repertorit koreografik. Kur i themi gjitha këto përgjegjësi dhe rëndësi që trupa e vallave ka si në aspektin individual dhe ato kolektiv, dhe të përgjegjësit dhe detyrat që kanë përgjegjësi, detyrimisht duhet të themi edhe gjëra tjera të cilat janë më së të nevojshme. Ne e dim që çdo gjë që është e shkruar, qoftë në aspektin ligjor, qoftë në aspektin e udhëzimeve, qoftë në rregulloret që përpilohen nga institucionet kompetente, janë të dalura nga përvoja dhe praktika në terren. Shumë herë, proceset e punës na dëmtojnë dhe na kufizojnë për shkak të rregullave të shkruara. Por, rregullat e shkruara janë të vlefshme deri në atë moment kur janë në koordinim dhe realizim të punës praktike në përputhje me ato rregullore, me ato udhëzime. Në momentet që në terren, krahas zhvillimit, evoluimit të punës, ecjes së ngritjes profesionale, konkurrencës së tregut të punës, ka nevojë për ndryshime dhe shohim që mund të jenë pengesa, qoftë në aspektin e përbamjes së trupës, qoftë në aspektin administrativ, qoftë në aspektin e kushteve të punës, qoftë në aspektin e benefiteve të punës, apo cilat do të qofshin ato, duhet organet kompetente, përgjegjësit e përcaktuar, të amandamentojnë dhe ndryshojnë dhe të përputhin nevojat krahas praktikave dhe atyne që shihen në terren. Dhe mos të dëmtohet dhe penalizohet puna, suksesi, për shkak të një dokumenti të shkruar, një ligji të shkruar apo një udhëzimi të shkruar. Siç e thekëm, gjithçka që është e shkruar është rezultat i një përvoje të një qytetari, të një institucioni, të një artisti apo të tjerë. Gjatë këtë procesit të punës, kur flasim për një trupë profesionale, kemi obligim që të bëjmë politika dhe të mendojmë për më të mirën e trupës artistike. Një trupë artistike e cila është aktive
dhe institucioni e jemi të vetëdijshëm që duhet të formohet, të zhvillohet, të avancohet, të ngritet profesionalisht në mënyrën më të lartë të mundshme. Por, jo vetëm. Krahas saj, duhet të mendohet edhe për rivitalizimin e trupës artistike, qoftë në fushën e vallëzimit, qoftë të orkestrës apo të vokalit. E me tekst të veçantë në fushën në trupën e vallëzimit. Për arsye se është sektori më i ndjeshëm dhe më me ndikim në ansamblin shtetëror. Pra baza dhe pasqyra kryesore, referenca kryesore e këtij institucioni, duke mos dasht me minimizu peshën dhe rëndësinë e këngës dhe muzikës, të cilat janë pjesë shumë të ndijshme dhe shumë të domosdoshme të repertoarit dhe ansamblit Shota, por pasqyra dhe baza kryesore, referenca kryesore është vallëzimi. Gjithçka sillet rreth vallëzimit, rreth koreografisë, si kënga, muzika dhe të gjitha të tjerat. Pra, kjo është një komponent, kompozicion, që baza, themeli është vallëzimi dhe plotësohet përmes këndimit dhe muzikës, pa të cilat nuk mund të funksionojë dhe nuk mund të realizohet asnjë vepër koreografike që brenda repertoarit koreografik, brenda trashëgimisë tonë kulturore i kemi si popull. Për arsye se në shumicën e valleve tona kemi ritje, kemi këndime që duhet të jenë prezente edhe ato pjesë. Ashtu si e tham, domethënë krahas punës të organizimit, mobilizimit, zhvillimit, lartësimit sa më profesional të trupës artistike në përballjen e vet, valltar, orkestër dhe vokal, duhet mendohet edhe çështje tjera, të cilat i kemi përgjegjësi. I kemi përgjegjësi që ansambli Shota nuk duhet të mbetet vetëm në ngritjen profesionale me një trup aktive, pa mendu pjesën e bartjes së përgjegjësive dhe regrutimit të rinjve në mënyrë kontinuitive, pa pas shkputje të mëdha në mes të brezave dhe gjeneratave. Dhe kjo bëhet që në vazhdimsi organet kompetente, këshillat përgjithëse, njerëz me përgjegjësi që kemi marrë institucionet dhe jo vetëm, duhet të bëjnë strategji pune. Se si duhet të arrujmë peshën dhe vlerën e një roli të një valltari, se si duhet kujdesemi, se si duhet të mendojmë regrutimin e tyne, cilat janë përgjegjësitë dhe cilat janë kriteret që duhet të plotësojmë trupin e vallave me prurje të reja, dhe sa kemi të drejtë të lejojmë vetës komoditetin që mos të jemi profesional dhe të bëjmë lëshime në momentet e caktuara. Nga përvoja jam shumë vjeçare që kam në ansambl Shota, jo gjithherë e kemi qenë produktiv në këto drejtime. Kemi mund me bë më shumë dhe mundim me bë më shumë. Jemi bë gjëra të mira, por mendoj unë që mund të bëjmë më shumë. Si mund bëjmë më shumë? Mund bëjmë më shumë nëse mundojmë sinqerisht dhe profesionalisht për t'i dhënë peshë dhe rëndësi jetëgjatësisë, qëndrueshmërisë profesionale të një institucioni. Dhe mos t'i dhëmë hapësirë dëshirave apo ego personale, individuale apo kolektive. Kur e tham këtë, e tham me përgjegjësi të plotë, për arsye se i referohemi vetëm pozicionit të një valltari.
Pra, pesha dhe rëndësia e një valltari në ansambli shota dihet cila është. Për të qenë pjesë aktive e rezidente e trupës së vallave, duhet llogariten disa kritere të cilat duhet plotësohen dhe duhet të respektohen. Për të qenë aktiv, marrë për bazë si profesioni i valltarit është profesion dhe përgjegjësi e beneficuar, me një përvojë jetëgjatësi të kufizuar, duhet i referohemi edhe kritereve të caktuara. Marrë për bazë që përvoja profesionale ose e drejta e punës, pjesëmarrjes aktive në skenë e një interpretuesi valltar, profesionalisht dhe shkencërisht është e dëshmuar që duhet të jetë rreth moshave 40, 45 dhe 50, varësisht prej gjinisë apo gjendjes fizike që mund ta ketë në interpretues. Përgatitjes fizike, mentale dhe të gjitha. Pse e themi këtë? E themi për arsye se ky profesion hyn në fushën e kategorive të veçanta, siç janë edhe shumë profile të tjera, siç janë të balerinët, janë orkestra frymore, edhe deri të profile të tjera që janë edhe më të rrezikshme, që janë kategori dhe me përvojë të beneficuar, që janë sportistët, policët, zjarrfekset dhe të tjera. Mirë po, ndahen në kategori të rrezikshmërisë dhe kategori të përvojës së beneficuar, po jo me rrezikshmëri të lartë. Pse është kjo përvojë e beneficuar? Për arsye se shkencërisht është e vërtetuar nga holumtues dhe ekspert të fushës së sportit, të shëndetit sportiv, që fiziku një valltari, një balerini, shpenzohet më herët se sa një qytetari të rëndomt me një profil të caktuar, qoftë në aspektin fizik, qoftë në aspektin e sistemit respirator të frymëmarrjes, e deri te shëndeti mendor i joni, nga ngarkesa dhe përgjegjësitë që i kemi gjatë rolet dhe përgjegjësive tona artistike dhe skenike. Padashme folë për lëndimet të cilat bëhen dhe janë pasoja të vazhdueshme dhe profesionale, që kjo dëmton shëndetin e një valltari. Për këtë arsye, jemi të obliguar si institucion që të vendosim edhe respektojmë kriteret e domosdoshme dhe mos të lejojmë dëshirat e tona për të dëmtuar rëndësinë dhe peshën e institucionit. Valltari. Pra, për të plotësuar kushtet një valltar për të qenë pjesë aktive, profesionale e ansamblit shota, duhet të bëhen maksimumi për të siguruar që e kemi regrutuar një artist i cili i plotëson të gjitha kriteret e nevojshme. Pra, cilat janë kriteret që duhet të respektohen? Duke u nisë nga mosha fillestare, ose mosha e pranimit të rrugëtimit. Pse është e saktuar? Pse duhet të jetë një tavan minimal dhe maksimal? Për arsye se merren për bazë 20 vitet apo 25 vitet që duhet përdoren në skenë aktive për të performuar, dhe kjo nuk duhet të kaloj moshën e pleqërisë, dhe më thonë, nëse flasim për gjinin femën, 40 vjeçare, ose maksimumi deri 45 vjeçare, varësisht është në institucionin e ansamblit shota apo institucionin e trupës së baletit, që edhe këtu i kanë specifikat e veta, e deri në moshën maksimale 50 vjeçare të interpretuesve valltar. Pra, nisemi nga pika më e lartë, që është mosha vitet e moshës, pastaj përvoja e viteve që duhet shfrytëzohet dhe të dhanë kontributin e vet aktiv në skenë, që janë 20 deri 25 vjet përvojë pune, dhe vim të mosha e cila përcaktohet me automatizëm se në cilën moshë duhet të ketë një valltar apo valltare për të tekzuar të drejtën e regrutimit.
Pra, kuptohet që nën moshën 18 vjeçe nuk është e lejushme, për arsye se duhet të ketë të mbaruar shkollën e mesme, por nga mosha 18 vjeçe e deri në moshën 22 vjeçe është mosha adekuate për t'i plotësuar një konkurrues apo një rekrutues për të qenë valltar profesionist apo valltar profesionisti. Pa i specifiku kriteret tjera që kërkohet fiziku, pamja vizive, estetike, përvoja punës, dëshmit për të regu se ka potencial dhe ka mundësi për dhanë nga vetja vetë, karakteri personal e shumë gjona tjera të cilat janë ose lidhen drejt për drejti me përgjithësinë dhe profilin që kërkohet për një valltar. Për të arritur deri te kjo, unë mendoj që nga përvoja jonë shumë vjeçare që kemi pa në terren, duhet të vedisohemi dhe të përdorim një strategji ndryshe nga ato të cilat janë përdorur deri më tani. Të cilat janë vlerësu si të duhura, por në terren dhe në praktik, në rezultatet që i kemi, nuk është e garantume dhe nuk është adekuatja. Dhe cila do ishte adekuatja sipas mendimit tim, të cilën e kemi biseduar dhe kemi hedhë me vitet tona pranë institucioneve tona, po e tham edhe këtu për kuriozitetin e juaj. Një institucion duhet të jetë në vazhdimsi në planimetrinë e vetë, qoftë programe artistike, qoftë gjendjen e trupës së vetë profesionale. Duhet të dihet këto janë përgjegjësi që ndërlidhen me administratën dhe përgjegjësitë e trupës artistike. Për të pa se trupa artistike në cilën nivel të moshës dhe përvojës gjenden dhe i referohen vetës, nëse besnik greqevsi në përgjithësinë e valltarit dhe përgjithësinë e solistit të parë është në prag të plotësimit të moshës së përfundimit të karrierës profesionale, spaku në momentin kur afrohet në 5 vjeçarin e fundit, nëse flasim për moshën 50 vjeçare që duhet përfundohet karriera profesionale, spaku kur të arrijnë mosha 45 vjeçe, organet përgjithëse, stafi profesional, duhet mendoj me të bë politika për të rekrutuar dhe për të siguruar talentet e rinj për të zëvendësuar pozicionin i cili do të lirohet në periudhën kohore. Dhe jo vetëm, po për të gjitha përgjithësitë. Për arsye se thamë më herët që në trupin e vallave kemi përgjithësi solistike edhe kolektive, por përgjithësia bazë është valltari i ansamblit të këngëve vallave Shota. Përgjithësia e solistit të parë, asistentët, korrepetitori, krejt këto janë përgjithësi të ngarkuara apo grada me përgjithësi që burojnë sipas nevojave dhe kërkesave dhe periudhave kohore që kërkohen. Pra janë përgjithësi shtesë nga përgjithësia bazë që kemi. Sikur që edhe në aspektin financiar, benefitet janë të tilla. Paga bazë e cila ka qenë koeficienti i rekrutimit në moment kur ti je pranuar në punë dhe për përgjithësitë shtesë të cilat tu kanë ngarku gjatë procesit të punës, është përgjithësia shtesë apo koeficienti shtesë e cila e plotëson nivelin e pagës ose benefitit që ti e gëzon si të drejtë. Forma më e mirë për të qenë transparente, produktive, konkurruese dhe gjithëpërfshirëse është që ansambli Shota me përbamjen e vet të këshillit profesional, ku brenda vetës ka njerëz me kompetencë profesionale, qoftë të trupës së vallave, qoftë të udhëheqësve brenda institucionet e vet, korrepetitori, solistët e parë,
koreografi, apo nevojave si sheh institucioni një përbamje për 5 anëtarëve sa ma profesional, sa ma me përvojë, sa ma shumë njohuri që të kenë, të fillojnë hulumtimet në teren. Pra, të mundohet të bëhet hulumtim në teren. Sikur që bëhen edhe hulumtimet për veprimtari dhe krimtari të reja, të bëhet edhe hulumtimi i terenit për gjetjen, evidentimin e rekrutimit të talentëve të rinj. Dhe si bëhet kjo? Bëhet që kjo ekip profesionale duhet të dalë dhe të vizitoj në gjithë regionin e Kosovës, në gjitha regionet e Kosovës, të prek gjitha institucionet, qoftë ato lokale, private, qoftë çdo grup që mirret me aktivitetin e vallëzimit, të vizitoj, të shoh programet e tyre nga afër, të bëj eksperimentet në provat e tyre, dhe ato ku ka gjetje, ku ka shenja të talentëve që i plotësojnë spaku kriteret e nevojshme, të evidentohen dhe të futen në listën e interesit për ansambl shote. Pra, kryesorja është për të ikë apo për të mundësu gjithë përfshirje, për të mundësu për pas informatën të gjithë artistët kudo që veprojnë, që të preken gjitha ansamblet amatore, gjitha shoqëritë kultur-artistike, apo grupet, studiot private, kudo që veprojnë, të hulumtohen, qoftë në fushën e vallëzimit popullor, po edhe të trupave të baletit, për arsye se jo të gjithë të interesuarit në fushën e baletit përfundojnë në trupin e baletit, po e mira do ishte që dikush prej tyre të përfshihet në ansamblin e këngëve vallëve, ku dihet që është specifik më ndryshe dhe karakter ndryshe, që nuk është gjithçka e ngritjes profesionale teknike, sa është edhe aspekti emocional dhe karakterit të popullit, që mund të ketë një i ri, edhe pse nuk është pjesë e një edukimi të teknikave të baletit. Të bëhet listimi i gjetjeve në teren, dhe të gjitha këta të mirën, të informohen dhe të mirën në proces pune praktike brenda ansamblit shote. Pra, nuk është e nevojshme të jetë numri kufizum, po gjitha ata të cilët në gjetjet tona kanë tregues që brenda vetes kanë interpretim, kanë fizik, kanë emocion dhe kanë transformim emocional dhe karakter, të ftohen dhe në një proces pune një vjeçar me gjithë ata talent apo talente, por me tekste të veçantë, talent mashkuj, për arsye se në momente që ne bisedojmë është mëse nevojshme regrutimi i pjesës ose plotësimi i pjesës së trupës së mashkujve, të vijmë të bëhet punë me profesionist brenda ansamblit shota, të mësohet repertuari koreografik i ansamblit shota, dhe pse jo edhe punë dhe veprimtari të reja për te ansamblit të trupës ekzistuese, dhe pas një punë një vjeçare apo edhe 2 vjeçare, të cilët gjatë procesit të punës mund të përdoren edhe si bashkëpunëtor të jashtëm. Po ata arrin me u inkorporu, me u adaptu, me u njoft, me u mishru sa ma shumë me detyrën dhe përgjegjësinë që e pret në të ardhmen. Pra, si bashkëpunëtor të jashtëm, ata mund me dhënë kontributin për 1 vjet, 2 vjet brenda nevojave të ansamblit shota, dhe njëkohësisht të edukohen dhe përgatiten që në një moment të caktuar, e cila do të finalizohej me një
koncert premier, i gjithi i përfshirë dhe i prezentum nga aspekti i valleve, ku numerikisht do t'jetë konkurrencë shumë e madhe, dhe brenda krejt kësaj pune të përbashkët, me numrin masiv të pjesëmarrës, të zgjedhen më të mirët për një pozicion pune ose vend pune që është e nevojshme të mbulohet në ansambli shota. Dhe jo të ndodhë si nga praktikat e deri më tanishme, që në moment të caktuar dhe me vonesë, kur sot besnik Grajshevci e mbyll karrierën profesionale dhe largohet nga lista e punëtorëve me statusin e pensionimit, nga ky moment fillohet të mendohet për shpalljen e konkursit publik, i cili shpallet një konkurs publik, mund të jetë jo preks dhe informues për gjithë regionin e Kosovës, dhe kjo informat mund të mos shkoj deri në veshin e secilit artist dhe të ri i cili mund të jetë talent në qoshin apo skajin e Kosovës, në Opoj, në Mitrovic, në thellësitë e Malësisë Gjakovës, apo kudo tjetër, për shkak të mos informatës në kohë, dhe konkurojnë në numër i caktuar i njerëzve, që në ato konkurime mund të kenë edhe mundësi vetëm njerëz të caktuar ose artist pa dashmi në vlerësu, artist të cilët kanë pas një huri të afërta qoftë me besnikun, qoftë me tjetrin apo tjetrin, dhe i kanë pas informatin për konkuru. Dhe janë në konkurim 2, 3, 4, 5, 10 persona, dhe detyrimisht, nga 10 këta persona, duhet ta pranojmë një punëtor, valltar, i cili e mbyll një pozicion pune për 25 vite. Dhe, a kemi bërë zgjedhjen e duhur? Jo se kemi bërë zgjedhjen e duhur. E kemi zgjedhën më të mirën nga konkurruesit, por shumë më të mirë se sa nga përfituesi kanë mbetë jashtë terrenit dhe jashtë përfshirjes në këtë konkurrim. Për këtë arsye, me qëllimin e shëndetshëm për trupin ansambli Shota, unë mendoj profesionalisht, si valltar profesional shumë vjeçar, dhe si pedagog i vallëzimit, që kam kryer dhe jam eduku në fushën edukimit fizik dhe në fushën e koreografisë dhe mësuesisë, që forma më mirë dhe më transparente dhe më premtuese, më garantuese do të jetë kjo strategji, që të punohet një ekip, që të punohet spaku 2 deri në 3 vite para se të shpallet vendi i lirë i punës për një kërkim të një valltari apo valltare, dhe paraprakisht pra të punojna për gjetjen, evidentimin e talentëve të rinj, që edhe ne të jemi sinqert, edhe ne të jemi të bindun që kemi ofruar mundësinë më të mirë të mundshme dhe kemi zgjedh më të mirën të mundshme. Nga përvoja jam si valltar profesionist, e them me përgjegjësinë e plotë, pa e përfshi pjesën e punës si amator që kam qenë në ansamblin Bajram Surri para luftës, po flas në periudhën kohore nga momenti kur jam pranuar në ansambli Shota, që ka qenë gushti i vitit 99, me njerë pas përfundimit të luftës. Mu, si besnik, si artist, si njeri, mu ka dasht 5 vite, këto e tha me përgjegjësi të plot, nga ndjeshmëria jam, dhe jo që e thot dikush tjetër. Po nga praktika që cekëm në fillim, gjanat rrjedhen dhe shkruhen nga përvoja praktike dhe nevojat që janë në terren. Pra unë e tham me përgjegjësi të plot që unë si besnik, pavarësisht që kur jam pranu, kam menduar që jam i përgatitur dhe jam valltar i mirë në bindjen time.
Por, për të inkuadru në trupin profesionistit të ansamblit Shota, për të adaptu dhe me shru me repertoarin koreografik të ansamblit Shota, mu ka dasht 5 vite të jam shumë aktiv, të punoj shumë individualisht, me secilin karakter të valeve, me secilin element, transformim, përshtatshmëri të gjithëpërfshirjes së trupës, përshtatshmëri të formës metodologjisë së punës, për mund me shkel në kam të mia si duhet. Për të ardhur në shprehje, dukja ime, interpretimi jem, për të vrejt në audiencë dhe për të vrejt edhe nga koreografët dhe autorët bashkëpunëtorët tonë profesional, që për të filluar më dhonë përgjegjësi për të cilat sot i mbojnë mbi supët e mia. Pra, ka një strategji pune, ka një periudhë kohore që nuk mund ta neglizhojmë, që nuk mund ta injorojmë, dhe të jemi të vetëdijshëm që kemi përgjegjësi institucionale. Dhe në asnjë moment nuk guxojmë të lejojmë egon ton personale, dëshirat e tona personale, të penalizojmë suksesin dhe të ardhmen e institucionit për të cilën punojna dhe japim kontribut. Të tjerët mund të mos pajtohen me mendimin tim, por gjithçka që rrëfej këtu dhe tham nga përvoja jam dhe rezultatet në terren. Thojnë dhe nuk ka të interesuar, nuk vinë, s'konkurrojnë. Nuk qëndron kjo. Ka shumë të interesuar, por të gjithëve duhet m'ju dhënë mundësia. Pra, vetëm në këtë formë, në këtë strategji si unë e ceka, unë mendoj që duhet të jepet mundësia, që procesi të jetë sa më transparent, që të ketë konkurrencë sa më të madhe brenda gjetjes ose regrutimit për një pozicion pune, dhe të jemi në kohë, për arsye se koha është pesha kryesore dhe vlera kryesore. Nëse ne çdo plan pune, çdo synim pune e realizojmë në kohë dhe jemi në kohë, atëherë suksesi nuk mungon. Pra, ne të dashur miq dhe dashamirë, kemi për të thënë shumë dhe s'do të ndalemi vetëm me kaq. Do të rikthehemi prapë këtyre temave të caktuara, të cilat në këtë edicion mund të mos i kemi thonë, por duke bashkëbisedu, duke ndarë mendimet tona, duke dhënë këshillat tona, sugjerimet tona nga vetë përvoja që kemi, mendoj që i kontribuojna shëndetit të përgjithshëm. Atëherë, ju ftoj të gjithëve që në adresat tona në kanë me një Kosovën, të na adresoni çdo shqetësim, çdo pyetje apo çdo gjë që ju intereson në fushën e kulturës, në përgjithësi, në fushën e vallëzimit, në përgjithësitë institucionale të ansamblit Shota dhe jo vetëm. Bashk, mëshëm dhe shnetshëm, mund t'ja dalim.